që workshopin do ta nis direkt me një element përkatës që lidhet me shpjegimin teorik. Prandaj do t'ju sugjeroja të ishim të vëmendshëm në të gjitha detajet që do të shpjegoj, unë do përpiqem t'i shpjegoj gjërat me hapa dhe sa më shumë të vëmendshëm të jeni, aq më mirë është për ju për t'i kuptuar këto shembuj dhe shpjegime teorike. Sigurisht që do të filloj së pari me vazhdueshmërinë, dhe vazhdueshmëria në koncept nuk është gjë tjetër veç se një vazhdimsi e limiteve, sepse në vetvete vazhdueshmëria e një funksioni nuk është gjë tjetër veç se një kontroll limitesh nëse një funksion e ka veten të vazhdueshëm ose jo. Dhe do ta shohim konceptin teorik pak, sigurisht do të prekim ato element që janë grafikisht, fillimisht, pastaj edhe ato koncepte teorike. Do të fillojmë saktësisht me teorinë e vazhdueshmërisë dhe do të shpjegoj pak se çfarë quhet një funksion i vazhdueshëm. Po të shikoni, ky është një funksion i vazhdueshëm. Pse është një funksion i vazhdueshëm? Sigurisht që në momentin e parë nuk do ta lidh direkt me limitet, por ajo që dua të shikoni vizualisht është pikërisht që ky grafik në formën e vet të lakuar nuk ka asnjë pikë këputje, nuk ka asnjë moment në të cilën humbet vazhdimsinë. Vet koncepti i vazhdueshëm do të thotë vazhdimsi e të dhënave të një grafiku të caktuar. Ky funksion kudo në bashkësinë e numrave real është i vazhdueshëm. Pse? Sepse kudo ekziston limiti i tij dhe limiti i tij në çdo pikë po ta marrësh është një numër. Sigurisht që pak më mbrapa do të shohim ato element që lidhen me konceptet teorike të vazhdueshmërisë, por në këtë moment po shohim edhe ato element grafik që në vetvete na duhen të kuptojmë kur punojmë me ushtrimet e vazhdueshmërisë. Ndërkohë që një funksion jo i vazhdueshëm ka një karakter tjetër që është ky karakter i tillë ku vetë funksioni humbet vazhdueshmërinë e tij në disa pika, të cilat në rastin më të përgjithshëm quhen pika këputje dhe janë me karakter goxha të veçantë. Shikoni pak me vëmendje që ky grafik është linear deri në pikën -4. Pastaj nga pika -4 deri në pikën 2 është i lakuar, por ndërkohë kemi një pikë këputje nga lineariteti që kishim më përpara tek kjo lakore lakuar. Dhe nga ana tjetër përsëri pas pikës 4 ne shikojmë, pra pas afshisës 4 shikojmë që grafiku merr një trajt tjetër. Nuk është i vazhduar, duket dallohet qartësisht që ka limite që në të cilat ndalohet vazhdueshmëria e këtij funksioni. Edhe do të merremi pak me këto limite, ato quhen limite të njëanshme. Në një pikë do të shohim limitet e njëanshme nga krahu i majt dhe limitet e njëanshme nga krahu i djathtë. Ato do na ndihmojnë për të konceptuar disa tipe ushtrimesh që kërkojnë sigurisht gjetje parametrash. Dhe si përfundimi i këtij shpjegimi të shkurtër teorik, sigurisht nuk do të ndalem në teorema, në aksioma, në shpjegimin teorik, do të ndalem në ato koncepte që të fusin brenda jush, le të themi, mësimin konkret të vazhdueshmërisë, të mos jetë thjesht një mësim teorik, por më shumë se sa kaq të mbahet mend çfarë është një funksion i vazhdueshëm, çfarë është një funksion i vazhdueshëm. Tre gjëra duhet të mbahen mend gjerësisht që një funksion të jetë i vazhdueshëm. Në radhë të parë, në një pikë të caktuar, në një pikë A, një limit i funksionit, i atij funksioni që ti mund ta kesh lakore apo një grafik të caktuar, ai në radhë të parë duhet të ekzistojë. Pra që funksioni të jetë i vazhdueshëm, duhet që limiti i tij në një pikë çfarëdo të jetë ekzistent. Kjo është kushti i parë që duhet mbajtur mend, ndërkohë që është kushti i dytë që tregon që jo vetëm duhet të jetë ekzistent ky limit, por nga ana tjetër vlera e këtij limiti duhet të jetë e barabartë me vlerën e funksionit në atë pikë. Dhe ky është kushti i dytë që të tregon dhe të indikon se ti ke një funksion të vazhdueshëm. Por ka edhe një kusht të tretë që sigurisht edhe ky ndihmon të konceptosh se funksioni është i vazhdueshëm dhe është rasti kur ti kërkon të verifikosh në një pikë nëse ai është i vazhdueshëm dhe në atë rast do shfaqeshin këto që quheshin limiti i djathtë ose limiti i majt, ose në disa koncepte të tjera është limiti i njëanshëm nga krahu i majt dhe limiti i njëanshëm nga krahu i djathtë. Dhe po të shikoni këto dy limite në një pikë, pra limiti i funksionit fx për x që shkon në a me minus, mos mendoni se është gjithë numrat negativ, por është ajo vlera a pak më e vogël se sa ajo vlera a, pra le të themi afër vlerës a sa do ishte ky limit, dhe pastaj është krahu i kundërt, që është krahu i djathtë, është limiti kur x shkon në a me plus, pra shkon në pozitive, afër a-s po nga krahu pozitiv i funksionit x. Këto dy limite duhet të ishin të barabarta që funksioni të jetë i vazhdueshëm, në të kundërt funksioni nuk është i vazhdueshëm
edhe në rastin konkret do të ketë një pikë këputje në rastin konkret thelbësore. Patjetër që në të gjitha këto shembuj teorik që përmendëm, ne nuk arrim të konceptojmë praktikën, prandaj do të ndalemi në disa ushtrime, janë 3 tipe ushtrimes që do të prekim për limitin, do fillojmë me për vazhdueshmërinë dhe do të fillojmë me të parin, që është një ushtrim tipik, në fakt, një ushtrim që ka të bëj me ndërtimin e grafikut të funksionit. Sigurisht që duket sikur s'ka lidhje me vazhdueshmërinë direkt, por e vërteta është që ka lidhje dhe ka lidhje shumë, sepse çdo grafik funksioni nga mbrapa fshe konceptin e vazhdueshmërisë. Kur ti sheh një grafik funksioni, ajo që të shkon në mendje është të bësh një pyetje, a është i vazhdueshëm ky funksion apo nuk është? Ne konkretisht do ta shohim pikërisht në një funksion që na kërkohet dhe funksioni që na kërkohet është pikërisht ky, është një funksion që është për x e më të vogla të barabartë me -1 është i barabartë me 1, ndërkohë që për x-et nga -1 deri në 0 është -x, për x-et të barabartë me 0 është 0, për x-e nga 0 në 1 është -x përsëri, dhe për x-e më të mëdha barës se 1, normalisht ai është -1. Sigurisht që kërkesa e ushtrimit është shumë e thjeshtë dhe ju do thoni përse më jepet kjo kërkesë në një rast ushtrimi në cilin mund të bjerë në provim. Jo në pak raste studentët nuk dinë as të ndërtojnë, më vjen keq e them këtë, por nuk dinë as të ndërtojnë një grafik elementar, jo më të studiojnë vazhdueshmërinë e funksionit. Përjedhoj që të elaborojmë, të zhvillojmë veten tonë me konceptet e vazhdueshmërisë, duhet patjetër të fillojmë me këtë koncept fillestar që është ndërtimi i grafikut. Të kuptojmë që çdo funksion nga mbrapa ka një grafik dhe ky është një grafik elementar. Nuk është grafik me kurva brenda, me parabola, me hiperbola apo gjëra të ngjashme. Kjo është një grafik linear dhe ne do ta ndërtojmë pik për pik. Ajo që duam të shikojmë në këtë moment është pikërisht të kuptojmë se si funksionon ky limit dhe ky grafik. Dhe në rastin konkret, ky grafik do të funksiononte në këtë trajt. Në fillim do të filloja të merrja boshtet e hapësisave me radhë dhe sigurisht jo vetëm boshtet e hapësisave, por njëkohësisht edhe boshtin e ordinatave. Do shikoja për x-e më të vogla se sa -1. Për x-e më të vogla se sa -1, funksioni im do të kishte vlerën të barabartë me 1. Dhe nëse vlera është e barabartë me 1, grafikisht unë ja të kam grafikun, do të paraqisja në këtë trajt. Pra për çdo vlerë e cila është më e vogël se sa -1, grafiku im është i barabartë me 1. Pas këtij, sigurisht që shfaqet një moment të dytë në të cilin ti duhet të dallosh sa është si sillet ky grafik nga vlera -1 në vlerën 0. Dhe në rastin konkret, ti duhet të bësh disa zvendësime të thjeshta, meqense të jepen dy kufi dhe kufit janë -1 dhe 0, është mirë që të zvendësosh përkatësisht kufit për të zbuluar se si do të sillet drejtësa jote e cila është -x. Dhe do hiqja kufilin e parë fillimisht, atë do të zvendësoja dhe do të ishte f-ja e -1-shit, dhe po ta zvendësoj do më dilte f-ja e -1-shit e barabartë me 1, ndërsa f-ja e 0-s, që është kufili i dytë, është 0, sepse -0 është 0, pra është i njëjti numër. Në këtë kontekst, unë tashmë kam 2 pika dhe mjaftojnë 2 pika për të ndërtuar një drejtës dhe në këtë kontekst ja tek është drejtësa sipas pikave që neve kemi gjetur. Por a ka mbaruar vazhdimësia e këtij grafiku, a ka mbaruar ndërtimi i grafikut? Sigurisht që jo, sepse neve kemi kaluar vetëm në 2 intervalet e para që na janë dhënë. Do vazhdojmë të ndërtojmë grafikun në të 3 intervalet e dyta që na kërkohen dhe në rastin konkret është pika x barës me 0 dhe është shumë e thjeshtë kjo pikë, sepse është pikë unike, grafiku është vetëm një pikë, nuk është drejtës dhe është pika 0, 0. Sigurisht që kur x është i barabartë me 0, f e x do jetë barabartë me 0. Pastaj grafiku vazhdon me intervalin e 4 që është nga 0 deri në 1 dhe në këtë rast unë do ta ndërtoja grafikun duke ndjekur funksionin -x e funksioneve të mia. E në këtë kontekst, ndërkohë që jam duke e shpjeguar këtë gjë, sigurisht që unë e shoh që mund të bëj zvendësimet përkatëse për secilin prej këtyre elementeve që kam në funksionin tim. Dhe ja tek është funksioni im, do bëja zvendësimin e kontureve përkatëse. Konturi i parë fillestar është 0, ndërsa konturi i dytë është 1. Do të bëja zvendësimin e 0 fillimisht meqense është konturi i parë ose elementi i parë i intervalit të 4 dhe funksioni i vlerës 0 do të ishte -0 ose e barabartë me 0, ndërkohë që funksioni i pikës 1
do të ishte zvendësimi i pikës 1 në vlerën e funksionit minus x dhe do të ishte minus 1 në rastin konkret. Me këto dy pika mjaftojnë që unë të ndërtoj përsëri një drejtës dhe drejtësa do të vazhdonte përsëri në trajtën tjetër, shikoni në vëmendje. Ja është nga pika 0 deri në pikën 1 minus 1, pra nga 0, 0 në 1 minus 1, që janë pikërisht pikat që tregova pak më parë. Ndërkohë që intervali i fundit i funksionit tim tregon që funksioni në rastin konkret është është i barabartë me minus 1 për çdo x më të madh se sa 1. Pra për çdo vlerë që është më e madhe se sa 1, vlera e funksionit do të ishte lineare minus 1 dhe ja të bëjmë zvendësimin përkatës dhe do të shikojmë që f e x-it në intervalin e 5 është gjithmonë minus 1, grafikisht është e shfaqur në këtë trajt. Sigurisht që ky është ndërtimi i një grafiku dhe ndërtimi i një grafiku gjithmonë duhet bërë shkallë pas shkallë, hap pas hape, duke bërë zvendësime që të ndihmojnë në ndërtimin e grafikut. Ajo që ti kupton ndërkohë që ndërton këtë grafik, sigurisht që është vazhdimësia e funksionit. Ti e sheh që ky funksion është i vazhdueshëm, duke filluar nga minus infiniti që është i barabartë me 1, pastaj duke kaluar përmes drejtës y barazi me minus x nga pika minus 1 deri në pikën 1, dhe në fund fare për vlera më të mëdha se 1, ai vazhdon, por në këtë rast vlera e funksionit do të ishte minus 1. Dhe ky është ushtrimi më i thjeshtë që mund të bien në raport me vazhdimsinë, por që më shumë ka kontekstin e lidhur me ndërtimin e funksionit në grafik sesa direkt me vazhdimsinë. Ama ushtrimi i dytë hyn drejt për së drejti në vazhdimsi dhe ja tek është kërkesa që na jepet tek ushtrimi i dytë. Është një ushtrim tipik nga ato që bien në teza, veç se në rastin konkret kërfuten parametrat në lojë dhe thotë për çvlerë të as, f e x-it është i vazhdueshëm dhe jepet një funksion ku funksioni është i trajtës, sigurisht një bashkësi funksionesh dhe pjesa e parë e funksionit është për x e më të vogla, jo të barabarta me 0, pra më të vogla se sa 0, funksioni do të ishte sinus x pjesëtuar për 1 minus e në fuqi x, ndërkohë që për x e më të mëdha baraz me 0, ai do të ishte i barabartë me x plus a. Pyetja që lind është të gjendet vlera e as për të cilin ky funksion është i vazhdueshëm. Sigurisht që unë që të zbuloj vlerën e as duhet kujtoj ato 3 kushtet e vazhdueshmërisë që i përmenda që në fillim të kësaj ligjërate, dhe ja tek janë këto 3 kushte që unë t'i kujtoj, duhet t'i mësoj, ndoshta edhe përmendësh që të mos kem probleme me zgjidhjen e ushtrimeve të mia që mund të bien në çfarëdo lloj teze. Së pari, limiti duhet të ekzistojë në pikën x barazi me 0, se rasti jon është x i barazi me 0, për vlerë të as f e x-it është e vazhdueshme në pikën x barazi me 0. Pra ekziston, pse ekziston? Sepse unë e dalloj që për x të barabartë me 0 e kam limitin për funksionin e dytë, sepse këtu është pjesa e barabartë me 0, pra do ishte kjo pjesa e dytë që do më tregonte ekziston apo nuk ekziston limiti. Së dyti, duhet të jetë limiti në pikën x barazi me 0, i f së x-it duhet të jetë i barabartë me f-n e 0-s. A është e vërtet? Sigurisht që është e vërtet, nëse unë zvendësoj 0 të funksioni x plus a, që është për x barazi me 0, do të më dilte vlera e funksionit a. Dhe normalisht ai është edhe vlera e limitit nga ana tjetër. Pse? Sepse edhe limiti i atij funksioni po ta bësh del përsëri a, pra limiti dhe vlera e funksionit dalin të barabarta. Por ajo që na ndihmon dhe ajo që do na ndihmoj kryesisht për ushtrimet e tilla në të cilat janë parametrike, në të cilat kërkohen parametrat a dhe më mbrapa do të shohim edhe parametrin a dhe b, kur kërkohen më shumë se sa 2 parametra, madje mund të kërkohen edhe më shumë se sa 2, kërkohen 3, 4, varet nga numri i sistemit i ekuacioneve që janë në sistemin tënd brenda funksionit. Dhe në rastin konkret, ai limit që më ndihmon më shumë në zgjidhjen e ushtrimit që është i kësaj trajte, sigurisht që është studimi i limiteve të njëanshme në pikën x barazi me 0. E në këtë kontekst, unë filloj edhe i kaloj ato element që i kuptova, por kaloj te pika e tretë. Dhe ajo që më kërkohet si ushtrim konkret për të zgjidhur është të zbuloj se limiti i djathtë në pikën x barabartë me 0 dhe limiti i majt në pikën x barabartë me 0 janë të barabarta. Çdo thot kjo? Që në limiti kur x i shkon në 0 me minus i f së x-it të jetë i barabartë me limitin kur x i shkon në 0 me plus i f së x-it. Kjo 0 me minus dhe 0 me plus nuk do të thot gjë tjetër veç se ajo 0 me minus është
më e vogël se sa 0, po është afër zeros, ndërkohë që 0 me plus është më e madhe se sa 0, por gjithsesi qëndron afër zeros. Do të bëja zëvendësimet përkatëse për funksionin tim, do shikoja në funksionin tim ku ndodhet x-i më i vogël se sa 0 dhe çfarë funksioni duhet të merrja, dhe ku ndodhet x-i më i madh ose i barabartë me 0, pra kjo 0 me plus, dhe çfarë funksioni do të merrja. Dhe pasi ta shikoja këtë, normalisht do të bëja zëvendësimet përkatëse, dhe për 0 me minus, funksioni do të ishte për x e më të vogla se 0, ky funksioni i parë. Pra do të gjeja limitin kur x i shkon në 0 me minus, të sinus x mbi 1 minus e në fuqi x, ndërkohë që nga krahu tjetër, nga krahu i djathtë, do të kisha limitin kur x i shkon në 0 me plus i x plus as. Do ta elaboroja këtë ushtrim dhe do vazhdoja që ta zgjidhja. Sigurisht që e kam shumë të thjesht krahun e djathtë, sepse ai është një limit shumë i thjesht, nuk ka asnjë nga kushtet që mund të përbënin problem, ama krahu i majt përbën probleme sepse ka limite speciale brenda vetes së vet, ku neve dallojmë qartësisht që është shfaqur sinus x-i, është shfaqur dhe 1 minus e në fuqi x-i, dhe këtu duhet na kujtohen dy limite speciale që i kemi mësuar në pjesën e limiteve, që është limiti kur x i shkon në 0 i sinus x mbi x-it, i cili është i barabartë me 1, dhe nga ana tjetër limiti kur x i shkon në 0 i e në fuqi x minus 1 pjesëtuar për x, që edhe ai është i barabartë me 1. Konkretisht, që unë të arrija pikërisht në atë gjurmë limitesh, sepse këtu nuk kam sinus x mbi x dhe këtu nuk kam e në fuqi x minus 1 për mbi x, normalisht do të bëja disa transformime identike, dhe ja tek janë këto transformime identike, do të pjesëtoja të dyja krahët e kësaj thyese, pra do të shtoja një emërues për të dyja krahët e thyesës, si për numëruesin dhe për emëruesin aktual. Dhe konkretisht, jo vetëm kaq, por në pjesën e emëruesit aktual do të bëja një faktorizim, do të vendosja shenjën minus përpara, dhe ajo do të ishte faktorizimi, e në fuqi x del përpara me shenjë pozitive, pastaj njëshi me qenë se është pozitive dhe mua që do më jetë pozitive duhet të shumëzoj dy shenja negative, i bie të jetë minus 1. Tashmë e kam shumë të thjeshtë dalloj, sepse ky limit për sinus x mbi x për x që shkon në 0, pavarësisht të thotë 0 me minus, kur bëhet trajtimi i limitit bëhet si x që shkon në 0, ky është i barabartë me 1, ndërkohë që poshtë do të kishim të barabartë me minus 1, sepse limiti i n fuqi x minus 1 pjesëtuar për x bën 1, por ti ke edhe një minus përpara. E kështu zgjidhja e ushtrimit tani është pothuajse e thjeshtë, sepse limiti kur x i shkon në 0 i x plus as është i barabartë me a, ndërkohë që krahu i majt neve na doli i barabartë me minus 1, dhe vlera për të cilën funksioni ynë është i vazhdueshëm është vlera a e barabartë me minus 1, pra funksioni ynë në rastin konkret do të shkruaj për x e më të mëdha baraz me 0, dhe funksioni do të shkruaj x minus 1, pra a-ja do të zvendësoj me minus 1. Dhe ky është tipi i dytë i ushtrimeve, i cili në vetvete nuk është shumë i vështirë, duhet vetëm të ndjekësh linjën konkrete të limiteve të djathta, pra të limiteve të njëanshme, dhe ti barazosh ato dhe arrin të gjesh zgjidhjen e ushtrimit. Pas këtij tipi do të shfaqet një tip tjetër që është tipi i tretë realisht i vazhdueshmërisë, dhe është një kërkesë e ngjashme me kërkesën që sapo bëm, veç se në rastin konkret numri i parametrave është më shumë se sa një. Pra aty kërkohet për zhvlerë të as dhe b-s, funksioni fx është i vazhdueshëm. Ushtrimet e vazhdueshmërisë rrotullohen rreth këtyre tre tipeve ushtrimesh. Nëse doni të dini dhe nëse doni të mësoni zgjidhjet e ushtrimeve, të gjitha zgjidhjet rrotullohen tek gjetja e limiteve në këto trajta siç po i shohim. Ky ushtrim ka një funksion fx që ka brenda tre ekuacione, pra është një sistem me tre ekuacione. Keni parasysh që nëse numri i parametrave që ju kërkohet është 2, atëherë numri i ekuacioneve që janë në sistem është gjithmonë një më shumë se sa numri i parametrave. Nëse juve do të kishit në parametra që ju kërkohen, atëherë numri i ekuacioneve brenda sistemit të funksionit do të ishte n plus 1. Ndryshe nuk do kishit mundësi ta gjenit anë edhe bën në kontekstin e vlerave tona. Dhe funksioni fx do të ishte për x e më të vogla i barabartë me 0, i barabartë me funksionin ln e 1 plus 3x pjesëtuar për 2x. Ndërkohë që për x e midis 0 dhe 1 do të ishte i barabartë me ax plus b,
dhe nga ana tjetër për x e më të mëdha baras me 1 do të ishte i barabartë me 2 minus rënja x plus 3 pjesëtuar për x minus 1. Sigurisht që situata shfaqet më e komplikuar, këtu kërkohet më shumë zgjidhje nga ana jonë, më shumë veprime dhe patjetër duhet më shumë kujdes. Dalloni me vëmendje që gjithmonë kur kërkohet një numër i caktuar parametrash, jo vetëm numri i ekuacioneve duhet të jetë më i madh se një më shumë se sa numri i parametrave të kërkuar, por nga ana tjetër edhe kufijt që ty të jepen nuk duhet të jenë më shumë se aq sa parametrat që të janë. Pra të janë 2 parametra, 2 kufi duhet të kesh. Shikoni, është kufiri 0, është dhe kufiri 1. Arsyeja pse ekzistojnë këto kushte është për shkak se zgjidhja që ti do të japësh është saktësisht për 2 parametra, parametrin A dhe parametrin B. Dhe sigurisht që neve nuk do ndalemi në gjetjen e elementit a ekziston apo se ekziston limiti i këtij funksioni, dhe marrim të mirëqen që ekziston përderisa po na kërkohet që të jetë i vazhdueshëm. Pra neve po na kërkohet që ky limit i funksionit të ekzistojë, neve po na kërkohet pikërisht edhe pika e dytë që funksioni të jetë i barabartë me vlerën e tij në një kufi të caktuar, pra në vlerën 0 ose në vlerën e barabartë me 1. Por neve do të ndalemi për gjetjen e parametrave A dhe B pikërisht tek pjesa e studimit të limiteve të njashme. Dhe do t'i merrnim veç e veç kufit. Zgjidhja juaj duhet të kalojë gjithmonë përmes këtij hapi. Radha e parë të kuptosh cilat janë kufit. Radha e dytë është që ti të fillosh të bësh limitet e njashme për secilin kufi. E në rastin konkret do të kërkoja limitin e njashëm në pikën 0, që do të thot limiti kur x shkon në 0 me minus i f së x-it duhet të jetë i barabartë me limitin kur x shkon në 0 me plus të f x-it. E kam shumë të thjesht ta dalloj nga funksioni im kush është x-i më i vogël se sa 0, kjo është 0 me minus, dhe duhet marr këtë funksion, ndërkohë që për 0 me plus, që është kjo pjesa nga 0 deri te 1-shi, do të merrja funksionin ax plus b. Dhe zgjidhja konkretisht do të kalonte në këtë trajt, limiti kur x shkon në 0 me minus i lënë së 1 plus 3x pjesëtuar për 2x, ndërkohë që nga krau i djathtë do të kishim limiti kur x shkon në 0 me plus i ax plus b. Dhe zgjidhja e ushtrimit nga krau i djathtë patjetër që është e thjeshtë, sepse dallon që nëse zvendëson 0, ajo do të dilte e barabartë me b, pra është shumë e thjeshtë të gjesh limitin nga krau i djathtë, ama nga krau i majt shfaqet një vështirësi sepse ke një funksion special, dhe ai funksion special në rastin konkret që ty të vete në mendje sepse shef funksioni ln është limiti kur x shkon në 0 i ln-s së 1 plus x-it pjesëtuar për x, dhe ky është gjithmonë i barabartë me 1. Pra këto janë si limite të dallueshme, mos mendoni asnjëherë se dikush ju jep një ushtrim duke mos e pasur parasysh që ajo që fshihet mbrapa saj është e thjeshtë. Dhe në rastin konkret ln e 1 plus x-it, jo 3x-it, po 1 plus x-it pjesëtuar për x do të ishte 1 si limit për x që shkon barabartë me 0. Problemi im është që unë dua ta konvertoj pikërisht këtë limit në kraun e majt në një trajt të ngjashme që të jetë ln e 1 plus u, sepse është u ky funksioni 3x që është këtu brenda, pra nuk është x, po është u, është 3x, pjesëtuar për një u. Atëherë çfarë do të bëja? Do të bëja disa transformime identike që do ma çonin mua limitin, dhe kjo është me të vajtur mendja, po e vajtura e mendjes nuk vjen rastësisht edhe zbulohet një ditë ti zgjohesh në mëngjes dhe thua sot mua do më vej mendja për zgjidhjet e këtyre ushtrimeve. Është më shumë se sa kaq. Në fakt, ti duhet të punosh ushtrime, ta ushtrosh veten me disiplinë matematikore dhe në fund fare të përfundosh duke i zgjidhur këto ushtrime. Ndryshe nuk arrin ta zgjidhësh. Dhe shikoni se çfarë artifice do përdor. Duhet të vej mendja kur e sheh atë gjë, dhe artificat që do përdor, në radh parë pasi kam kuptuar që është një formë e pacaktuar, dhe ju do thoni pse është formë e pacaktuar, sepse po të zvendësoj pikërisht këtë pjesën që është 0, dhe unë dalloj që është formë e pacaktuar, i bie të jetë ln e 1-shit pjesëtuar për 0, ku ln e 1-shit është 0, dhe nga krau tjetër, kjo 2 herë 0 do të ishte 0. Pra është një formë e pacaktuar 0 mbi 0, dhe normalisht do vazhdoja me zgjidhjen e ushtrimit, dhe shikoni çfarë artifice bëj në pjesën e emërusit. Në pjesën e emërusit unë shumëzoj me 3 dhe pjesëtoj me 3, që është veprim identik, nuk kam ndryshuar asgjë në linjën e veprimeve të mia, thjesht kam shumëzuar me 1. Kjo 3 pjesë për 3 është e barabartë me 1. Ama kjo mua më ndihmon që limiti im të transformohet në një trajt të tillë.
Shikoni, kjo 2/3, 3 i kalon sipër dhe bëhet 3/2, ndërkohë që unë e lë 3x pjesë më vete. Dhe tani, kjo ln e 1 plus 3x pjesëtuar për 3x më përfaqëson një ln e 1 plus u pjesëtuar për u, që unë ja njoh limitin dhe ai limit është i barabartë me 1. Dhe në fund fare për shkak të kësaj arsye, unë gjej që b-ja do jetë e barabartë pikërisht me vlerën 3/2 konstante, sepse kjo vlera këtu është 1. E pasi gjeta vlerën b, që është e para e parametrave, kam detyrë të gjej dhe vlerën a. Në rastin konkret, unë kam ezauruar një nga kufit, kështu që më ngelet të vetë dhe të gjej kufirin e dytë, që është kufiri 1, pra kufiri 1 minus dhe kufiri 1 plus. Ato limitet e njëanshme do të shoh tani, është pikërisht limiti kur x shkon në 1 me minus i f së x-it dhe limiti kur x shkon në 1 me plus i f së x-it. Në këtë kontekst, tani duhet bëj zvendësimet përkatëse për ekuacionet e mia, pra ku e kam njëshin më të vogël, pak më të vogël se sa njëshi vlerën time të funksionit dhe çfarë funksioni do zvendësoja, dhe sigurisht që do zvendësoja funksionin ax plus b në krahun e majt, ndërkohë që në krahun e djathtë do të kisha funksionin që është për vlera më të mëdha se sa 1, që është 2 minus rënja x plus 3 pjesëtuar për x minus 1. Krahu i djathtë, i majt, më fal, sigurisht që është i thjeshtë, sepse ti zvendëson njëshi dhe do dilte a plus b. Ti e kupton që del a plus b. Por ai që është problematik është krahu i djathtë në rastin konkret. Në rast parë, sepse del forme pacaktuar dhe ti nuk ja gjen dot limitin kësaj forme të pacaktuar. Del forme pacaktuar sepse po të zvendësosh njëshin do të ishte 2 minus rënja e 4 që është po 2 del 0 pjesa sipër dhe 0 del dhe pjesa poshtë, është 0 mbi 0 që do të thotë është forme pacaktuar. Meqenëse se kjo është një rast tipik në të cilin ti ke parametër dhe nga hera e fundit që kemi bërë limitet, kemi mësuar pak zgjidhjen e limiteve, në rastin konkret kjo zgjidhet me të konjuguarën, që e konjuguara nuk është gjë tjetër veç se e kundërta e kësaj 2 minus rënja x-it plus 3 do të ishte 2 plus rënja x-it plus 3. Që ti të zbatosh atë formulën matematike të famshme që thot a në katror minus b në katror është e barabartë me a minus b her a plus b. Qëllimi është që të heqim këtë rënjën sepse kjo rënja për ne është problematike. Dhe artifica që do të bëja në rastin konkret është të shumëzoja dhe të pjesëtoja me të konjuguarën, është një veprim identik, nga krahu i majt do të kisha a plus b, ndërkohë që nga krahu i djathtë do të kisha veprimet që neve shikojmë përkatësisht. Sigurisht që shumëzimet e numëruesit do në pralloni një vlerë dhe ja tek janë vlerat përkatëse, 2 do ngrihej në katror dhe do të bëj 4, ndërkohë që x plus 3 do të ngrihej në katror rënja dhe do të ngelej minus x minus 3 dhe në krahun tjetër na mbetej një 1 pjesëtuar për 2 plus rënja x plus 3. Zgjidhja e ushtrimit vazhdon dhe do të kishim a plus b-ja do të ishte e barabartë me limitin kur x shkon me 1 me plus dhe sipër do të na ngelej e faktorizoj minusin, se po të ndallosh me vëmendje x i ka një minus, po unë dua që ta faktorizoj në rastin konkret që të qëndroj në vlerën time, dhe do të kisha minus 1 minus x pjesëtuar për x minus 1, ose minus 1 minus x pjesëtuar për x minus 1 her 1 pjesëtuar për 2 plus rënja x plus 3. Dhe do të vazhdonte zgjidhja ime, sepse tani do më thjeshtohej pikërisht kjo pjesa e elementeve të mi dhe do të mbetej një minus 1 aty, dhe zgjidhja do të më prodhonte, po të bëja zvendësimin për 4, tani e kam plus këtë 2 plus x në plus 3, dhe çfarë do prodhonte në rastin konkret? Do prodhonte që a plus b-ja do jetë e barabartë me minus 1/4. Nga ana tjetër unë b-n e kam gjetur dhe b-ja është e barabartë me 3/2. Pra a plus b-ja është e barabartë me minus 1/4, b-ja është 3/2, përjedhoj unë mund të zvendësoj b-n dhe ta hedh nga krahu tjetër dhe do të kisha a-n të barabartë minus 1 pjesëtuar për 4 minus 3/2 që është b-ja dhe do më dilte minus 5/4 a-ja, dhe zgjidhja përfundimtare do të ishte pikërisht për a të barabartë me minus 5/4, b të barabartë me 3/2. Sigurisht që duhet të tregoheni të kujdesshëm në ndjekjen e të gjitha hapave me radhë që a-ja dhe b-ja të dalin saktësisht ashtu siç duhet. Dhe sigurisht që ky është një tip ushtrimi që bie shpesh në provime dhe thjesht duhet të tregohesh i kujdesshëm me zgjidhjen që bën, sepse ajo mund të prodhojë rezultate të gabuara ose rezultate sakta. Në fund të historisë ka shumë rëndësi rruga që ke ndjekur, më shumë se sa vetë rezultati, sepse tregon që ti e ke njohurinë për zgjidhjen e këtij ushtrimi. Pas vazhdueshmërisht, sigurisht që do të kalojmë në një koncept tjetër. Vazhdueshmëria realisht rrotullohet rreth këtyre ushtrimeve
rreth këtyre koncepteve, rreth gjetjeve parametrike që neve pam, dhe sigurisht që ushtrimet e saj nuk janë të vështira nëse ti di të kryesh veprimet me limite. Pra vazhdueshmëria nuk është gjë tjetër veç se le të themi vazhdim i atij koncepti që ne mësuam radhën e kaluar që quhet limit. Matematika dhe analiza matematike ka një rrjedhë logjike. Gjërat nuk funksionojnë rastësisht. Matematika është disiplinë eksakte, shkencë eksakte. Përjedhoj gjërat nuk mund të ecin për shkak të rastësisë. Aty gjërat kanë gjithmonë një logjik, fillon me diçka dhe mbaron me diçka, dhe mos përgjigja në matematikë është një përgjigje. Pra, ndryshe nga gjithë shkencat e tjera ku ndonjëherë mos përgjigja nuk kupton që ti nuk e arritur në një rezultat, në matematik ka jo pak raste që mos përgjigja ose mos gjetja një përgjigjes është një përgjigje realisht. Prandaj duhet të kuptojmë logjikën e matematikës. Pse? Sepse filluam me bashkësinë e përcaktimit, filluam të kuptojmë bashkësitë, kuptuam funksionet, kuptuam që funksionet ka një limit, mësuam tipet e limiteve dhe sot u ndalëm në disa ushtrime specifike për vazhdueshmërinë, madje mësuam dhe koncepte teorike se çfarë quhet vazhdueshmëri. Por pas vazhdueshmërisë vjen një koncept tjetër që quhet derivueshmëri. Dhe derivueshmëria ka lidhje me derivatet, sigurisht koncepti është derivueshmëri, ama ajo që me të cilën neve përballemi çdo ditë quhen derivate, e përderisa quhen derivate, normalisht duhet mësojmë disa gjëra teorike përpara se të kalojmë tek ato konceptet praktike, që në disa raste janë të thjeshta, në disa të tjera bëhen më të vështira, e ndoshikojmë rreth 7 tipe të ndryshme ushtrimesh që bien me derivueshmërinë. E konkretisht do filloj me disa shpjegime të thjeshta teorike. Në fillim do shpjegoj pak kuptimin teorik të derivatit ose të derivueshmërisë, dhe që një funksion të jetë i derivueshëm, e them që ka lidhje me të gjitha konceptet që kemi mësuar deri më tani, sepse në vetvete derivati nuk është gjë tjetër veç se një limit, por në rastin konkret është për një pikë h që shkon në 0, ku funksioni për shtesën e këtij funksioni me diferenca e këtij funksioni me vlerën e funksionit atë pikë pjesëtuar për vetë pikën përfaqëson saktësisht atë derivat të funksionit. Pra ky është kuptimi teorik i derivatit të funksionit, dhe ashtu siç ka një kuptim teorik, ka dhe një kuptim grafik, dhe nëse unë do veja dhe do shpjegoja kuptimin grafik, supozojmë se në një boshtë koordinativ në kuadrantin e parë shfaqet një parabol, ja tek është një parabol me një ekuacion caktuar. Kjo është ekuacioni y barazi ax katror plus bx plus c. Është një parabol e zhvendosur në rastin konkret, pra nuk e ka qendrën në boshtin e koordinatave, por do të ishte një me kulm pikërisht të zhvendosur në krahun e djathtë sipër në kuadrantin e parë. Dhe normalisht ky kulm do të ishte në një pikë të caktuar që do të ishte pika A, dhe le të themi pak kuptimin grafik të derivatit, sepse mund të bien ushtrime me gjëra të tilla, ushtrime që ty të kërkojnë pikërisht të gjesh koeficientin e tangentes në një pikë të caktuar. Kuptimi grafik në fakt i derivatit ka lidhje drejt për drejt me tangenten, që është ndaj lakores apo grafikut që të është dhënë. Pra tangentja është ajo drejtës e cila e pret grafikun tënd në një pikë, në rastin konkret në pikën A, dhe tangentja do ketë një funksion që është funksioni një drejtëse. Ekuacioni shkruhet i trajtës y barazi kx plus një shkronjë parametrike, pra mund të jetë A, mund të jetë B, mund të jetë C, për efekt se kemi zgjedhur A, B, C këtu, mund të jetë çfarë do ajo, dhe pikërisht koncepti grafik i derivatit nuk është gjë tjetër veç se ky koeficienti këndor i tangentes, pra kjo k-ja, duhet të jetë e barabartë me derivatin e funksionit ton në pikën A. Pra ky është një funksion ax katror plus bx, dhe në fund fare do na dilte 2ax plus b, në fakt është harruar b-ja, dhe nëse do bëje zvendësimin me shkronjën A, do të ishte 2a në katror plus b, nuk e lejon kjo pjesa tjetër, por është 2a në katror plus b, është harruar b-ja, sepse derivati i këtij funksioni del 2ax plus b. Në vetvete. Do të shojmë se si zgjidhen derivatet, po dua që të kuptoni më shumë konceptin teorik, sepse koncepti teorik është ai që është më i rëndësishmi. Koncepti teorik
grafik në rastin konkret ka të bëjë që sa herë ju kërkohet të gjeni koeficientin këndor të tangentes, madje mund t'ju kërkohet dhe të gjeni vetë ekuacionin e tangentes, në radh parë duhet kuptoni që të bëni derivatin e atij funksioni, të bëni zvendësimin në pikën përkatëse dhe sigurisht që do të gjeni kën. Dhe pastaj mund të vazhdoni me gjetjen e ekuacionit pasi keni gjetur kën, sepse pikat përkatëse mund t'ju jepen në ushtrim. Dhe ndoshta herën tjetër do të bëjmë disa ushtrime që kanë pikërisht të bëjnë me këtë element. Tjetër gjë që do të mësojmë për derivate janë vetit e derivateve. Dhe derivatet në vetvete kanë disa veti thelbësore. E para e vetive është që nëse ty të jepet dhe të kërkohet në fakt derivati i një funksioni të trajtës CRF ku c-ja është konstante, në rastin konkret ky derivat do ishte i barabartë me konstantja del përpara shenjës së derivatit dhe do të ishte c herë derivatin e funksionit f. Derivati i shumës dhe i zbritjes dhe i diferencës do të jetë i barabartë me shumën e derivateve ose zbritjen, diferencën e derivateve. Ndërkohë që derivati i prodhimit nuk ka të njëjtën linjë siç ka linja e mbledhjes dhe zbritjes, por jepet me formulën f'(g), do të thotë derivati të parës herë të dytën plus e para herë derivatin e të dytës. Ndërsa derivati i prodhimit do të ishte me një formulë të ngjashme, veç se ka diferencë në pjesën sipër dhe në krahun e poshtëm do të ketë katrorin e funksionit të dytë. Pra do të ishte derivati të parës herë të dytën minus e para herë derivatin e të dytës pjesëtuar për të dytën në katror. Kështu janë ato veti të cilat shfaqen vazhdimisht në përdorimet që ne do t'i shohim praktike në lidhje me gjetjen e derivateve. Një koncept shumë i rëndësishëm që duhet mësuar dhe janë nga ato gjëra që ndonjëherë mësojmë përmendësh, ndonjëherë profesorat t'i japin që t'i kesh afër vetes sepse jo gjithmonë mbahen mend të gjitha derivatet, janë derivatet e tabelës. Dhe derivatet e tabelës janë me shumicë, ne sigurisht nuk i përdorim të gjitha. Në provimet që bien në shkollë kryesisht përdoren vetëm këto që unë do t'rregoj, kryesisht këto, sigurisht që ka dhe raste specifike që mund të jepen edhe ushtrime më të vështira me derivate që nuk mbahen mend, por që gjithsesi karakteri i zgjidhjes është i njëjtë dhe i pari e tyre që unë do filloja ta jepja, megjithëse nuk e kam thënë, është që derivati i konstantes është i barabartë me 0, por do filloja me këtë derivat. Derivati i një funksioni polinomial ose një funksioni që ka një rend të caktuar, pra x në fuqi n, është i barabartë gjithmonë me del parametri që ti ke në rendin përkatës përpara herë x në fuqi një më pak se sa rendi që kishe më përpara. Dhe zbatimet të këtij derivati që është derivat tabele janë disa, për shembull po marr x-in në katror, x-in në katror e ka derivatin 2x, po nuk del që ta mbash mend përmendësh, ka logjik dhe logjika vjen nga kjo formulë, sepse dyshi që ishte rendi del përpara, ndërkohë që x-i ngelet në fuqi 2 minus 1 ose x në fuqi të parë, prandaj del 2x. Një tjetër zbatim është x-i në fuqi të tretë, që 3-shi del përpara në rastin konkret, ndërsa 3-shi në rend bëhet 2, pse se është një më pak 3x në katror. Por ka edhe një tjetër derivat tabele, ato konsiderohen si derivate tabele, por në fakt janë rrjedhje të kësaj formule, e dallon që janë rrjedhje të kësaj formule sepse përfaqësojnë realisht një polinom ose një monom me fuqi në rastin konkret. Dhe ja tek keni është derivati i 1 mbi x-it. Ky derivat realisht del minus 1 mbi x katror dhe pyetja është pse del minus 1 mbi x katror, është për këtë arsye sepse 1 mbi x-i mund të shkruhet në trajtën x në fuqi minus 1 nga vetit e fuqive, që do të thotë që nëse unë kam 1 mbi x në fuqi 1, mundem ta shkruaj duke e ngjitur sipër pikërisht emërusin si x në fuqi minus 1 janë vetit të fuqive, që do t'i shohim ndoshta në një nga ushtrimet disa vetit të fuqive. Dhe përkatësisht, nëse më kam x-in minus 1, çfarë thot formula? Del minusi përpara, minus 1, ndërkohë që do na mbetej minus 1. Minus 1 do të bëj minus 2, pra do të ishte minus 1 herë x në fuqi minus 2, ose me qenë se x është x në fuqi minus 2, përsëri nga vetit e fuqive e zbret x në fuqi minus 2 poshtë, dhe do të kisha x në katror, pra është minus 1 mbi x në katror. Të gjitha këto janë, le të themi, rrjedhoj e formulës, pra nëse unë mbaj mend këtë formulë, mundem të zgjidh çdo lloj polinomi që më kërkohet derivati. Ky është tipi i parë, tipi i dytë është e në fuqi x, megjithatë për të tipi parë mund të jap edhe rastin kur x-i është i barabartë me 0,
kur je x në fuqi 0, që do të thotë është konstante, x në fuqi 0 del 1, dhe për rrjedhoj x në fuqi 0 do të thotë një derivati i njëshit duhet të dalë një vlerë e caktuar dhe del 0. Ju do thoni pse del 0 derivati i një konstante? Arsyeja pse del 0 është se ti e ke nën 0, n-ja shkon përpara, kjo 0 shkon përpara, le të zbrezi në çfarë do lloj fuqie, një numër i shumëzuar me 0 i jep 0. Për rrjedhoj mbajeni mend, derivati i konstantes është gjithmonë 0, ndërkohë që derivatet që kemi parë deri më tani janë derivate që prodhohen pikërisht nga kjo formulë. Derivat që më duhet mbajtur mend dhe është shumë i thjeshtë është nëse të jepet e në fuqi x, derivati i tij është po e në fuqi x ruan të njëjtën trajt që ty të jepet në funksion, është nga funksionet unike që si në integral që do ta shohim ndoshta në workshopin e 4 dhe në derivat vazhdon dhe mbetet në të njëjtën trajt, mbetet e në fuqi x. Tjetër derivati i rëndësishëm është derivati i lënës së x-it, i cili duhet mësuar përmendesh dhe është 1 mbi x. Ky është derivat tabele. Pastaj kemi sinus x-in dhe kosinus x-in. Këto dy derivate të trigonometrike. Dhe unë dua t'ju tregoj një koncept i cili është shumë i rëndësishëm, është koncepti i rrethit trigonometrik. Aty mësohet derivati për ato funksione që janë trigonometrike. Që të kuptoni, funksionet trigonometrike lëvizin në krahun antiorar. Pra në krahun orar, më fal. Pra ora lëviz në këtë trajt dhe për rrjedhoj edhe derivati yt do lëvizte në këtë trajt. Pra nëse ty të kërkohet derivati sinus x-it, ai do jetë i barabartë me kosinus x. Nëse të kërkohet derivati kosinus x-it, ai do jetë i barabartë me minus sinus x që është këtu poshtë. Nëse të kërkohet i minus sinus x-it, ai do ishte i barabartë me minus kosinus x dhe derivati i minus kosinus x-it do të ishte i barabartë me sinus x. Ndërkohë që integrali realisht ecën në krahun e kundërt, pra nëse do të kërkohet integrali kosinus x do ishte sinus x plus c e kështu me radhë. Por mbani mend derivatin që ecën gjithmonë në krahun orar dhe nga kjo ti mban mend derivatet trigonometrike që janë sinus x-i derivate ka kosinus x dhe nga ana tjetër kosinus x-i e ka minus sinus x. Dy derivatet e tjera që duhen mbajtur mend janë tangent x-i dhe ju do thoni si ti mbaj mend. Mbani mend formulën e tangentit që e kemi parë edhe në krahun e limiteve kur kemi bërë workshopin për katës në limite. Si është ajo formulë? Është sinus x mbi kosinus x. Pritet që ajo që të kesh poshtë është pikërisht funksioni i dytë në katror, pra të jetë kosinus x-i në katror ose kosinus katror x. Pra tangent x-i, pjesën sipër e ka 1, mbajeni mend, ama pjesa poshtë ajo që ngatrohet shpesh dhe ajo është kosinus katror x. Ndërkohë që kotangent x-i e ka minus 1 mbi sinus katror dhe logjikën e ka të njëjtë. Ky minusi që del në rastin e kotangentit sigurisht që ka shpjegim dhe ne do kemi një ushtrim që do të na japi shpjegimin se si kanë dalë këto dy derivate përkatëse. Dhe i fundit që mund të ta quaja të rëndësishëm si integral, si derivat tabele, do të ishte ark tangent x-i, që jo në pak raste bien në provime, mund të bien edhe ark sinus x-i dhe ark kosinus x, po unë po ndalem te këto që realisht zën 95% të ushtrimeve që bien në provime apo në teza të ndryshme. Dhe ark tangent x-i, derivatin e ka 1 përjashtuar për 1 plus x në katron. Pasi kemi përfunduar pikërisht me këtë element teorik, këto janë, le të themi, disa shpjegime të shkurtra teorike, nuk po ndalemi as në teorema, as në aksioma. Qëllimi ynë nuk është që neve të mësojmë teorinë, është më shumë që këto nivele teorike që njohim, t'i hedhim në zbatim dhe do të shohim pikërisht më të thjeshtin e derivateve, tipin më të thjesht, që është një ushtrim i derivatit të thjesht, ku të jepet derivati dhe të kërkohet derivati i një funksioni të trajtës 2x herë rënja x-it. Në pamje të parë duket sikur është e vështirë, por nuk është e vështirë nëse arrin ta kuptosh që ajo rënja e x-it mund të shkruhet në formën e një fuqie. Pra, ti në vetvete mund ta shkruash derivatin tënd ose funksionin tënd si 2x herë x në fuqi 1/2. Dhe siç u premtova, do të flasim pak për vetit e fuqive, kur ti ke të njëjtin parametër dhe ai ka fuqi të ndryshme, po është i njëjti parametër, mund zbatosh një nga vetit që njihen tashmë nga fuqit, që është për shembull vetia e parë, kur y-i është i barabartë me a në fuqi b herë a në fuqi c, mund të shkruash y-in të barabartë a në fuqi b plus c, pa mblidhen rendet përkatëse të parametrit që ti ke. Nëse është pjesëtim, atëherë zbriten, do të ishte a në fuqi b pjesëtuar për a në fuqi c, do të ishte a në fuqi b minus c. Dhe fundit është
y barazi a në fuqi b e gjitha kjo në fuqi c, në këtë rast do të shumëzoheshin parametra. Këto janë veti të fuqive që duhen mbajtur mend sepse mund të hyjnë në punë ashtu siç do na hyjë në punë tek ushtrimi jon. Shikoni, është 2 herë x në fuqi 1 herë x në fuqi 1 e dyta. Pra jemi në rastin e vetisë së parë, e kemi b-n 1 fillimisht dhe c-n e kemi 1 e dyta. Atëherë funksioni ynë do të transformohej në 2 herë x në fuqi 1 plus 1 e dyta ose në fuqi 3 të dyta. Tashmë kam kaluar në një derivat tabele që është ajo x në fuqi n dhe 3 të dyta do dilte përpara, me dyshin do thjeshtohej 3 të dyta dhe do të mbetej vetëm 3-shi dhe përrjedhoj do më mbetej 3 herë x në fuqi 1 e dyta. Pse? Sepse 3 të dyta do t'i zbrisje 1 dhe normalisht do të ngele 1 e dyta, ose shkruaj në një trajt përfundimtare, derivati i funksionit 2x herë rënja x-it është i barabartë me 3 rënja e x-it. Përpos këtij ushtrimi është një ushtrim tjetër që unë dua që ta shohim tani dhe tashmë derivatet fillojnë dhe komplikohen pak më shumë, po jo se janë të vështira. Le të themi që vazhdueshmëria dhe derivati janë nga ato element që në provimin tënd mund të të japin shumë pikë. Për shembull, vazhdueshmëria ka shumë pikë, po edhe derivatet, sidomos derivatet e përbëra ose derivatet që përdorin vetit, ato mund t'ju japin më shumë se sa ç'mendoni pikë dhe kërkojnë zgjidhje të shpejta, nuk ju marrin dhe nuk ju konsumojnë shumë kohë nga koha juaj në një test saktuar. Qëllimi jon nuk është që juve të merrni këto ushtrime dhe t'i kopjoni edhe të thoni tani di të zgjidh derivatet. Jo, qëllimi jon është që ju të mësoni edhe më tepër konceptet e vërteta se si të zgjidhësh një ushtrim. Po të shikoni, ka hapa konkret, nuk zgjidhen ushtrimet thjesht në mënyrë rastësore. Ka disiplinë, siç e përmenda edhe më përpara. Do të përdorim tipin e dytë dhe në rastin konkret do të futet në lojë vetitë e derivateve që i pam pak më përpara, pra kur kemi konstante, kur kemi shumë zbritje, shpëzim, kur kemi nga ana tjetër edhe pjesëtime. Ne do të shohim bashkë këto derivate. Në rastin konkret, jepet derivati dhe kërkohet në fakt derivati i tangent x minus kotangent x. Në pamje të parë duket sikur është i vështirë, po jo, nuk është dhe aq i vështirë, dhe unë nuk dua që të marr thjesht derivatet e tabelës dhe t'i zvendësoj këtu, po do ta zgjeroj dhe më shumë këtë ushtrim duke shpjeguar sa do dali derivati i tangent x-it dhe sa do dali derivati i kotangent x. Dhe shikoni pak me vëmendje. Do t'i shkruaj të dyja funksionet si tangent x edhe kotangent x në formën e tyre origjinale. Pra tangent x-i është sinus x mbi cosinus x dhe me ngjyrë tjetër kanë vendosur kotangent x-in të barabartë me minus cosinus x pjesëtuar për sinus x. Pra është kjo cosinus x pjesëtuar për sinus x kotangent x-i. Pasi ta bëja këtë gjë, unë jam tashmë në kushtet e funksioneve f mbi g dhe do t'i merrja veç e veç të dyja këto elemente sepse janë dy raporte të ndryshme. Njëra është sinus x mbi cosinus x, ndërsa tjetra është cosinus x mbi sinus x. Dhe do të vazhdoja zgjidhjen e ushtrimit në fillim me pjesën e tangentit që është sinus x mbi cosinus x. Unë e di se sa është në tabel, po unë dua që ta kuptoj se si më ka dal ai funksioni i tabelës dhe mirë është ta kuptoj se si ka dal. Ka dal pikërisht nga vetitë e funksionit. Dhe unë në rastin konkret që ta zgjidh një raport sipas vetive të derivateve, duhet të gjej kush është f-ja dhe kush është g-ja. Në rastin konkret, f-ja është numëruesi dhe është sinus x-i, ndërsa g-ja është cosinus x-i dhe pjesa e dytë që do më ngelej të zgjidhja, që unë të zbatoj të gjithë formulën, është të gjeja derivatet përkatëse të f' edhe të g', ku f', sipas kontekstit që mësova me rrethin trigonometrik, do më ishte i barabartë me cosinus x. Pse? Sepse sinus x-i e ka cosinus x, ndërsa cosinus x-i e ka g' minus sinus x. Dhe tashmë, te formula ime e famshme, do bëja zvendësimet, po para se të bëj zvendësimet, tani kaloj te krahu i dytë, raporti i dytë, që është raporti kotangentet, ku kam f-n cosinus x dhe g-n sinus x, pra është rast ndryshe nga rasti i parë, dhe f' dhe g' sigurisht do të dilnin të ndryshëm. F', në qoftë se unë jam cosinus x, del minus sinus x, ndërsa g', meqense unë jam sinus x, del cosinus x. Përfundimisht, tani më ngelet të bëj zvendësimet tek ato formula që unë i kisha, që le të themi derivati i një raporti nuk është gjë tjetër veç se me atë diferencën sipër me katrorin poshtë. Dhe ja tek është f' herë g, f' e kam cosinus x, ndërkohë që g-n e kam cosinus x, dhe do të kisha cosinus x herë cosinus x, ndërkohë që do të ishte edhe fg' minus dot formula f që është sinus x herë g' që është minus sinus x.
Pjesëtuar për g në katror, që g unë e kam cosinus x dhe del cosinus katror x. E njëjta gjë do të bëj edhe për funksionin kotagent, në rastin konkret, që neve I kemi f dhe g, dhe do të bëhej f', që është minus sinus x, her g, ja tek është pjesa e parë, minus thot fg', që është cosinus her cosinus. Dhe sipër do të ngelej kjo pjesë, ndërsa poshtë do të ishte g në katror, që është sinus katror x, po zbatoj vetin e derivate dhe vazhdoj me zgjidhjen e ushtrimit, sigurisht që këto formulat sipër dalin cosinus katror x plus sinus katror x dhe kjo del sinus katror x plus cosinus katror x, që këto nga formula themelore trigonometrike janë të barabarta me 1 në qoftë se kujtojmë nga workshopi I parë. Dhe do të kishim konkretisht derivatin e parë të barabart me 1 mbi cosinus katror x, që ne e dim që nga tabela derivati I tangentes është 1 mbi cosinus katror x, ndërkohë që për krahun tjetër do të kishim minus 1 mbi sinus katror x, që del derivati I kotangentes, po që na doli edhe nga formula jonë. Dhe në fund të historisë do të kishim derivatin ton të barabart me sinus katror x plus cosinus katror x, duke gjetur emërusin e përbashkët të këtyre dy elementeve që kemi raporteve që na është shfaqur, ndërsa sipër do na dilte sinus katror x te pjesa që nuk e kemi sinusin dhe cosinus katror x te pjesa që nuk e kemi cosinusin. Minusin me minusin do të na bënin plus. Pjesa sipër do të na dilte e barabart me 1 nga formula themelore trigonometrike, ndërkohë që poshtë do të kishim cosinus katror x her sinus në katror x. Mirë, po ka një formulë që thot sinus 2x është I barabart me cosinus x her sinus x. Tani dalloni pak me vëmendje, mua mungon një dysh këtu, po të kisha një dysh këtu, atëherë do të isha në kushtet që do thosha 2 her cosinus x her sinus x, mund ta ktheja në sinus 2x, por meqense e kam cosinus katror her sinus katror x, unë mund ta bëj 4, sepse e kam 2 her 2, dhe të dyja këto ekuacione të më prodhonin realisht një sinus në katror 2x, dhe përfundimi që do të ndilte si rezultat përfundimtar, megjithse edhe po ta shkruani kështu, edhe ky është një rezultat përfundimtar, pra të shkruash 1 pjesëtuar për cosinus katror x her sinus katror x është rezultat përfundimtar, por për t'i treguar profesorave që dini dhe më shumë nga matematika, sigurisht që duhet të bëni transformime që juve I njihni kur ju lejohet. Pra në rastin konkret unë e dalloj që ka mundësi për një transformim, sepse njoh një formulë trigonometrike që thot sinus 2x është I barabart me cosinus x, 2 cosinus x her sinus x. Pra ajo 4 që ka dalë është se atë 2 cosinus x her sinus x ti e ke 2 herë realisht, dhe 2 cosinus x her sinus x her 2 I bie të jetë 4 cosinus x në katror her sinus katror x. Ajo 4 do pjesëtohet me një 4, se siç e shumëzon edhe duhet ta pjesëtosh me një vlerë, dhe në fund do të kishit derivatin të barabart 4 pjesëtuar për sinus në katror 2x si rezultat përfundimtar të vetive të derivateve. Dhe ky është tipi I dytë. Tani do të kalojmë tek ai që quhet tipi I tretë, në të cilin do përmendim pikërisht vetitë e derivateve në dy mënyra. Zgjidhja konkrete do të jetë në dy mënyra. Dhe ju do thoni, çfarë është kjo? Nuk është e vështirë. Do përdorim vetitë e derivateve në dy mënyra. Radh parë, si ta zgjidhësh një ushtrim me mënyrën me veti, dhe tjetra është pa veti. Shikoni çfarë ushtrimi jepet. Në rastin konkret, të jepet ushtrimi gjej derivatin e këtij funksioni që në radhë të parë është funksion, në radhë të parë është le të themi prodhim I dy funksioneve. Pra ke funksionin 3x katror plus 1 që shumëzohet me funksionin 2x katror plus 3 në rastin konkret. Dhe ti duhet I gjesh derivatin këtij elementi që të është dhënë, dhe në rastin konkret, mënyra e parë e zgjidhjes për këtë ushtrim do të ishte sigurisht duke gjetur f-n edhe g-n. Cila është f-ja? F-ja është ajo që shfaqet si ekuacioni I parë, ndërsa g-ja është ekuacioni I dytë. Do të gjejmë më pas f' dhe g', po zbatojmë vetitë e derivateve, dhe f' për rastin e të parës, duke zbatuar derivatet e tabelës për ato njësit me rende, pra polinomet, do të ishte 6x, 2 shkon përpara, shumëzohet me 3 dhe ngelet 6x, ndërsa për g-n do të ishte 4x, g'. Konkretisht, neve e shikojmë që jemi në zgjidhjen e këtij ushtrimi, po s'kemi mbaruar ende me zgjidhje. Pse? Sepse tani duhet bëjmë zbëndësimet e formula jonë që është në rastin e shumëzimit. Dhe formula në shumëzim është f'(g) her fg'. F' është 6x,
G-ja është 2x katror plus 3, F-ja është 3x katror plus 1 dhe G primi është 4x dhe unë i kam hedhur të gjitha sipas formulës që njoh, që duhet ta mbaj mend sigurisht se nuk mund të ma thot dikush. Do të bëja veprimet përkatëse matematike dhe derivati do më dilte i barabartë, bëj shumëzimet del 12x në fuqi të tretë plus 18x plus 3x katror 4x është plus 12x në fuqi të tretë dhe do më mbetej plus 1 4x. Pra kjo është, le të themi, shumë afër zgjidhjes. Dhe kjo është mënyra e parë se ti e zgjidh, ndërkohë që ka dhe një mënyrë të dytë, në të cilën s'të duhet që të zbatosh, domos kur ke polinome, s'të duhet që të zbatosh asnjë prej vetive, pra s'ke pse gjën as për as gën, po kryen veprimet përkatëse, që quhen veprimet e përdasimit, pra do shumëzosh 3x katror me 2x katror, do shumëzosh 3x katror me 3-shin, pastaj 1-shin me 2x katror dhe 1-shin me 3-shin, dhe në fund fare do dilte pikërisht kjo gjë. Do gjesh derivatin e 6x në fuqi të 4 plus 9x në katror plus 2x në katror plus 3, ose akoma më mirë, duke bërë vlerat përkatëse, po ta shikosh me vëmendje, kjo 9x katror plus 2x katror bëhet 11x në katror. Normalisht, në këtë moment, në qoftë se unë do vazhdoja të bëja derivatet përkatëse, ja tek e kam, 4 do shumëzoj me 6-ën dhe do zbriste një më poshtë në rend, do të ishte 24x në fuqi të tretë. Këto të dyja tani unë i kam marrë veç e veç, 18x do të ishte 9 herë 2 dhe zbret një fuqi më pak, 18x, dhe kjo do të ishte 4x. Rezultati që del nga të dyja krahët, nga të dyja mënyrat, është ngjashëm dhe patjetër është një njëjti rezultat, veç se njëra mënyrë është më e shkurtër, tjetra është më e zgjatë, por të dyja mënyrat e përdorura janë të sakta. Keni parasysh që secila prej tyre ju çon në zgjidhjen e saktë të ushtrimit dhe si të bëni njërin, si të bëni tjetrën, ushtrimi është i zgjidhur në mënyrë të saktë. Por nëse cilësohet në detyrë dhe ju thuhet që duke zbatuar vetit e derivateve, sigurisht që në rastin konkret do zbatoja mënyrën e parë. Do vazhdoj me një tip tjetër ushtrime, që është derivatet e rendeve të larta, dhe do shikojmë një rast shumë të thjeshtë, është rasti më i thjeshtë i mundshëm. Në radhë parë duhet shpjegoj pak çfarë është një derivat i rendeve të larta. Derivati i rendeve të larta mund të jetë derivati i dytë, derivati i tretë, derivati i katërt e kështu me radhë. Mund të konceptohet si diçka e vështirë, por nuk është. Pse? Sepse derivati i dytë, po marr më të thjeshtën e tyre, derivati i dytë nuk është gjë tjetër veç se bën derivatin e parë dhe pastaj derivatit të parë që ke gjetur i bën përsëri derivatin. Dhe sa më shumë derivate të kesh në rende, aq më shumë do bësh sekuenca derivatesh. Pra do bësh të parin, pastaj këtij parin do t'i bësh të dytin do t'i bësh të tretin, të nëntit do t'i bësh të n plus 1. Dhe në këtë trajt vazhdohet me derivatet e shumë të larta. Do të shikojmë një rast të thjeshtë, pastaj do të shikojmë një rast më të komplikuar. Rastet e thjeshta sigurisht janë ato që nuk bien në provim, ndërkohë që rastet e komplikuara bien në provim, por që të kuptojmë konceptin e derivateve të larta, duhet të shikojmë rast të parë, rastin e thjeshtë. Dhe rasti i thjesht, po të shikoni, është derivati i rendit të dytë për funksionin ln e x-it. Në rast të parë, kur zgjidh derivatet e rendeve të larta, duhet kuptosh kush është funksioni yt. Dhe funksioni im është y bazi ln e x-it. Pasi e ke kuptuar se kush është funksioni yt, gjej derivatin e parë atij funksioni. Që në rastin konkret, derivati i parë i funksionit ln së x-it është sipas tabelës 1x. Vazhdimi i ushtrimit është, pasi ti ke gjetur derivatin e parë, gjej derivatin e parë pikërisht derivatit që sapo ke gjetur. Dhe duket si një lojë fjalësh, por realisht ka sens logjik. Pra unë që të shkoj te derivati i dytë, normalisht duhet i bëj këtij derivati të parë që kam gjetur një derivat. Dhe unë dalloj që edhe ky është derivat tabeles, është 1 mbi x, mund të gjendet me atë nivelin polinomial, dhe ky derivati i dytë ose derivati i parë 1 mbi x-it do të ishte i barabartë me minus 1 mbi x katror. Pra, keni parasysh që derivati i dytë i ln së x-it në këtë rrugëtim që sapo ndoqa të del në trajtën y sekondi i barabartë me minus 1 mbi x në katror. Por ky është rasti më i thjeshtë dhe sigurisht këto raste janë me bollok, ty të jepen ushtrime të tilla apo jo në provim, të jepen më shumë për të mësuar konceptin teorik. Ushtrimet që shfaqen në provim shfaqen në këtë trajt që janë me raste të përbëra dhe shikoni çfarë funksioni që jepet. Jepet dhe kërkohet realisht derivati i dytë i 2x her arc tangent x. Dhe dallohet që në rastin konkret ti nuk ke një funksion të vetëm aty brenda, por ke dy funksione. Njërin ke 2x dhe tjetrin e ke arc tangent x. Dhe këtu vjen pikërisht
elementi i parë që duhet kuptosh, cili është funksioni që mund do marr në studim që ti bëj derivatet përkatëse. Dhe funksioni është gjithmonë ai që ty po të kërkohet, 2x arc tangent x. Okej, pyetja e parë që të jepet është gjej derivatin e parë këtij funksioni. Ky është një funksion normalisht prodhim, dhe përderisa është prodhim, ti duhet të ndjekësh rrugtimin e prodhimit që të gjesh f-n dhe g-n, dhe f-ja në rastin konkret është 2x, ndërsa g-ja është arc tangent x, pra të shfaqet edhe f-ja dhe g-ja. Sipas formulës, me qenë se është prodhim, duhet të gjesh dhe f'-in edhe g', ku f'-i del 2, sepse derivati 2x-it është 2, ndërsa sipas tabelës, derivati arc tangent x-it është 1 pjesëtuar për 1 plus x në katror. Tashmë jam në kushtet që mund të zbatoj formulën e tabelës që thot f'(g), pra 2 arc tangent x, ja tek është formula, y' do ishte i barabartë me 2 arc tangent x, që është f'(g)-ja, plus 2x herë 1/1 plus x katror. Në këtë trajt, unë kam gjetur derivatin e parë. Po a kam harruar ushtrimin? Jo, sepse kërkohet derivati i dytë. Dhe derivati i dytë nuk është gjë tjetër veçse derivati i parë i këtij derivati që ti ke gjetur. Dhe ja unë do ta shpreh në trajt ekuacionale pikërisht atë që kërkohet. Normalisht pjesa 2 arc tangent x është e thjeshtë të gjendet, pse sepse ajo paraqet një funksion të vetëm, unë e njoh nga tabela sa del arc tangent x në derivat dhe mund të them që është 1/1 plus x katror, pra nuk përbën kjo problem për mua për gjetjen e këtij derivati, sepse në fund fare do dali shuma e këtyre dy derivateve. Problem përbën kjo pjesa e dytë, sepse kjo pjesa e dytë është derivat raporti, dhe përderisa është derivat raporti, normalisht, shikoni, unë e kam ndarë tashmë në 2 derivate, pra shumë e 2 derivateve, të parën e gjej kollaj, por jam në kontekstin e gjetjes së të dytës, shikoni që ushtrimi është më i komplikuar, ka më shumë hapa, kërkon më shumë kujdes nga secili prej nesh. Dhe në momentin që unë jam duke e zgjidhur pikërisht këtë ushtrim, tani do ndalem më shumë tek konteksti i pjesës së dytë, i atij derivatit të dytë që kërkohet atje. Do të gjeja f-n dhe g-n, dhe f-ja në rastin konkret do ishte 2x, ndërsa g-ja do të ishte 1 plus x katror, e do vazhdoja të gjeja derivatet e para të këtyre, ku për f' do të dilte 2, ndërsa g', me qenë se është 1/1 plus x katror, pak më mbrapa do ta shohim se si mund të dali ky, por deli trajtës minus 2x, pra gjet derivatin e x-it në katror dhe ai del sipër, ndërsa poshtë del 1 plus x katror e gjitha në katror. Pse? Sepse është një formë e trajtës 1 pjesëtuar për 1/u katror, 1 pjesëtuar për u katror. Dhe në fund fare, kjo është, le të themi, një derivat, dhe po të bësh zëvendësimet, dhe unë nuk dua të ndalem sepse koha po ikën, thjesht po ju a jap për referencë, shikojini dhe pastaj shqyrtojini dhe vet. Në fund fare janë thjesht veprime ku ti zvendëson 2 herë 1 ndaj 1 plus x katrorin. Kjo është ajo pjesa e parë që ju tregova për 2 arc tangent x-in, ndërkohë që këtu bën zvendësimin përkatës, ju do thoni pse është bërë plus se ky minus i bashkohet me minusin e formulës. Pra kjo është zbatim formule f'(g), ja dhe keni 2 herë 1 plus x katror, minus do të thot ky minusi këtu bëhet plus, do të kishe 2x herë 2x, 4x katror, pjesëtuar për 1 plus x katror në katror, që është këtu, e gjitha kjo pjesëtuar për g në katror, ose 1 pjesëtuar për 1 plus x katror, e gjitha në katror e shkruar në këtë trajt, që sigurisht pas veprimeve aritmetike, thot shikoni, kam bërë disa veprime aritmetike, ku kam gjetur emërrusin e përbashkët, këto do ekuivalentoheshin në një vlerë të tillë, pra 2 pjesëtuar për 1 plus x katror plus 2 plus 6x katror, dhe rezultati final, pasi të bësh gjitha veprimet, del derivati i dytë i barabartë me 4 plus 8x katror plus 6x në fuqi të 4 pjesëtuar për 1 plus x në katror. Dhe në vetvete këto janë veprime aritmetike, sigurisht që mund të bëhen shpejt, por duhet jesh i kujdesshëm, sepse gabimet janë gjithmonë prezente kur nxitohesh, s'bëhet fjalë. Kini kujdes që të ndiqni më sakt rrugën, se ajo është më e rëndësishme. Shikoni sa rrugëtim dhe sa hapa ka, fillon me hapi parë, hapi dytë, hapi tretë, pasi ke gjetur këto, hapi katërt, pasi ke hapin e 5, hapin e 6, të 7, të 8, të 9, të 10 dhe të 11, pra ke 11 hapa për zgjidhjen e këtij ushtrimi, që është rasti i përbërë i zgjidhjes së derivateve. Para se ta mbyllim, kemi edhe 2 shembuj të tjerë që përbëjnë derivatet e përbëra. Kemi parë deri më tani vetëm derivate të rendeve të larta dhe derivate të thjeshta, të rendit të parë. Tani do të shohim ato që quhen derivate të përbëra. Dhe do fillojmë me rastin kur ke vetëm një funksion. Do shikojmë pak çfarë është
pikërisht derivati i përbër. Dhe shikoni se si kërkohet ky derivat, të thuhet, më gjej derivatin e funksionit 3 minus sinus x e gjitha në fuqi të 5. Në pamje të parë duket shumë e vështirë, por nuk është aq e vështirë, quhet e përbër sepse ti ke një funksion dhe nga ana tjetër ke edhe një funksion të nënkuptuar. Pra funksioni që të është dhënë realisht është pjesë e një funksioni tjetër. Do ta shohim se si mund të shprehet ndryshe ky funksion. Ai që është funksion, le të themi, i përbër, ti duhet të gjesh në radhë të parë cili është funksioni elementar. Dhe funksioni elementar është ai funksion që ti e ke më të thjeshtin për ta gjetur më njëherë dhe është 3 minus sinus x, është ai që identifikohet kollaj. Pse? Sepse do ishte në qoftë se unë e zvendësoj me një u këtë 3 minus sinus x-in, atëherë funksioni im do të kthej në një u në fuqi të 5. Pra, shikoni pse quhet i përbër, sepse ka brenda një funksion u. Dhe në rastin konkret, unë do gjeja gjithmonë unë përzierjen e rastit me një funksion. Ky është rast me një funksion, dallohet që është me një funksion. Nëse do ishte me dy funksione, ky x për shembull mund të ishte x në katror, sinus x në katror, dhe në rastin konkret do bëhej më e përbër, do ta shohim në rastin e fundit që do të kemi. Pasi ke gjetur unë, hapi i dytë që është në zgjidhjen e derivateve përbëra, është gjetja e derivatit të kësaj uje që ke zvendësuar. Dhe derivati i 3 minus sinus x në rastin konkret, derivati konstant është 0, do të më duhet të gjeja derivatin e minus sinus x, dhe derivati minus sinus x është minus cosinus x, pra i gjeta se sa është derivati. Kështu që tashmë jam afër zgjidhjes sepse kam gjetur unë. Si do shkruaj funksioni im duke bërë zvendësimin për katës së u-s? Pra derivati i këtij funksioni do të ishte u në fuqi të 5, ja tek është u në fuqi të 5, derivati i saj, dhe gjithmonë keni parasysh që ky derivati i përbër do të ishte derivati i këtij funksioni që ti e ke të përbër, herë derivatin e asaj që ti ke zvendësuar si funksion të përbër. Pra do të ishte u në fuqi të 5 në derivat, herë u primin që ti gjete. Dhe nëse do kishe edhe më tepër, ajo do vazhdonte u në fuqi të 5 në derivat, herë u prim, herë v, që do ta shohim në rast, herë v prim, herë g prim, e me radhë sa më shumë derivate të përbëra, sa më shumë funksione të kesh. Në rastin konkret ne kemi vetëm një funksion, kështu që pritet vetëm një derivat pas derivatit që ti ke normal. Derivati normal është derivati sikur ti të mos ta kishe 3 minus sinus x këtë, pra ta kishe x në fuqi të 5, por vetë se në vend të fjalës x ke vendosur fjalën u, ku uja për ty është vetë një derivat më vete. Prandaj tashmë unë gjej derivatin e të parës, që është 5u në fuqi të 4, pra nëse do më kërkohej vetëm u në fuqi të 5, sikur mos ishte 3 minus sinus x sinus x, do ta gjeja si 5u në fuqi të 4, ndërkohë që do më duhet edhe u primi. Pse? Sepse e kam funksion të përbërë. Gjithmonë duhet kjo gjë për të vazhduar zgjidhjen e këtij ushtrimi. Do bëja zvendësimet përkatëse, do të kisha minus 5, në vend të u-s do vendosja 3 minus sinus x-in, dhe ja tek është 4, herë cosinus x. Pse cosinus x? Sepse unë e gjeta derivatin e u primit, është minus cosinus x, unë minusin e kam kaluar te 5 dhe cosinus x-i del në fund. Dhe kjo është zgjidhja e rastit me një funksion. Po ka dhe një rast të fundit të zgjidhjes së derivatit të përbër, që është derivati me më shumë se sa një funksion, dhe unë do të tregoj një rast me dy funksione, po mund të ketë dhe më shumë se sa dy funksione, mund të ketë 3, 4. Gjithmonë konteksti është që ti do e kthesh ekuacionin apo funksionin tënd në një trajt të njohur, mund ta kthesh në një trajt fuqi, ln, çfarë do, dhe më pas të gjesh derivatet e secilit funksion që është brenda funksionit tënd, pra që përbën funksionin tënd. Shikoni çfarë derivati kërkohet. Të kërkohet derivati i funksionit ln e cosinus x-it në fuqi të 3. Dallohet qartësisht që aty brenda janë 3 funksione. Në radhë parë është funksioni, po ta zvendësoja ln e cosinus x-it me një u, do të ishte u në fuqi të 3. Po nga ana tjetër është ln e cosinus x-it ose ln e v-s, sepse cosinus x-i është vetë një funksion, kështu që ln-ja nuk është me x-in direkt e lidhur, por është me funksionin v cosinus x. Kështu që këtu ka një radhë pak më të zgjeruar të veprimeve të tua. Në radhë të parë do bësh zvendësimin me u, dhe uja për ty do të jetë ln e cosinus x-it, që do ta kthej këtë funksion që duket i vështirë në një trajt të njohur që është u në fuqi të 3, që ja gjen kollaj derivatin,
Dhe pastaj do të gjejë derivatin e pikërisht ln së kosinus x-it. Por me qenë se je në rastin e derivatit të ln së kosinus x-it, ky përbën vet një funksion të përbërë që është si rasti që pam pak më përpara. Ky është me një funksion, është ln e kosinus x-it. Pra, që të vazhdosh gjetjen e derivatit të u primit, duhet të gjesh një v. Normalisht ky derivat po ta bëje normalisht, sikur mos ta gjeje atë v primin, do të ishte një pjesëtuar për ln e kosinus x-it, sepse është, le të themi, ln e këtij funksionit që është brenda kësaj. Mirë po, për rrjedhoj se ti e ke funksion të përbërë, duhet të kesh dhe v primin, dhe këtu shtohet ai koncepti i v-s, ku v-ja në rastin konkret për ty do të jetë kosinus x-it. Kjo ln e x-it do të ishte kosinus x realisht. Pra ln e kosinus x-it, ln e v-s. Pastaj do të gjejë v primin, që është v primi i barabartë me kosinus x në derivat, që ky nuk është gjë tjetër veç se minus sinus x. Dhe ky v primi do të lidhej me u primin tënd, dhe në fund fare, kur të bëje zvendësimet përkatëse, ti do të kishe për zgjidhjen e gjithë derivatit të përbër, do të kishe derivatin e u në fuqi të tretë, her u prim, her v prim. Është ajo që po thosha pak më përpara, derivatin e asaj që ti e kthen në të njohur, herë se cilin funksion të përbërë që ti ke gjetur në derivat. Derivati i u në të tretë do dilte 3u në katror, ndërkohë që u primin dhe v primin ti i ke gjetur. Dhe bën zvendësimet përkatëse, dhe këto zvendësime përkatëse, pasi ke zvendësuar ln e kosinus x-it si u, normalisht, sepse ja te ke u-ja ln e kosinus x dhe v-ja kosinus x, do të ishte e barabartë minus 3 her ln e kosinus x-it në katror, që thot 3u në katror, her u prim, që u primin e ke 1 mbi ln e kosinus x-it që e gjetëm, her v prim, që v primi në rastin konkret është sinus e x. Duke vazhduar me veprimet thjeshton ln e kosinus x-it katror me ln e kosinus x-it, do kishim përfundimisht që ky derivat do të ishte i barabartë me minus 3 ln e kosinus x-it her sinus x. E në këtë kontekst, sigurisht që neve arrim të përfundojmë këtë pjesë kaq të rëndësishme të matematikës dhe të analizës matematike, që ka lidhje me derivatet dhe me vazhdueshmërinë. Unë shpresoj shumë që të gjitha këto gjëra ti keni kuptuar, patjetër që ka gjëra që ndonjëherë bëhen të vështira, por gjithsesi nëse ti kupton rrugën, nëse ti kupton mënyrën e zgjidhjes së ushtrimeve, atëherë do e kesh thjesht të zgjidhësh çdo lloj ushtrimi që të del përpara. Faleminderit që ishit në këtë workshop. Jeni të ftuar të merrni pjesë në vazhdimsinë e këtij workshopi herën tjetër, ku do të studiojmë saktësisht si hyn në punë rregullat e derivateve, pra do të shohim rregullin e L'Hospitalit, do mësojmë ekstremumet, do mësojmë gjithashtu edhe përkulshmërim, do mësojmë dhe monotonin, dhe në fund fare do të mësojmë gjithashtu edhe asimptotat. Do ta mbyllim ndoshta me një shembull konkret të një studimi variacioni. Dhe për workshop të fundit do të kemi studimin e integraleve së bashku. Falenderoj shumë për këtë kohë që kaluam së bashku, edhe jeni të mirëpritur herën tjetër.